Përshëndetje zoti Berisha, përshëndetje zëvës presidenti I Unionit Partive të djathta popullore. Unë quhem Rahim Fasliu, jam nga fshati Përlat dhe deklaroj para jush se fitoria e atij fshati ka qenë e përhershme. Diferenca e votave ka qenë 120 vota ki pas tepër në këto votimet e fundit. Në rinin time shkollore, lexojshim libra dhe nga librat që lexojshim, maj men një citat të Majakovskit, I cili thonte, se cili është njësh, por në qofë se njëshit nuk I vendosim zero mrapa, a s'ka se doj vlere. Ju jeni njëshi, por keni me qindra zero mrapa. Ja, të gjithë jemi njëshi. Me qindra zero keni mrapa. E them këtë sepse edhe analistët e mojt kur ulen rafsh në tokë, në 1000 vjeçar ju nxjerrin edhe ju si dinasti e Sali Berishës. Dinasti pati Skënderbeu, dinasti pati Zogu, po dinastia ju është më e madhe se dinastia atyre të tjerëve. Sepse ju na dhurut gjithçka. Na dhurut lirinë e fjalës, na dhurut visat, na dhurut Bashkimin Evropian, gjithçka pra është merita juaja, zoti Sali Berisha. Unë përfaqësoj një shtres të përndjekur politik. Kam marruar shkollën e lartë në moshën 45 vjeçare, vetëm kur keni ardhur ju pushtet. Dhe është për krah pak shtresa e të përndjekëve politik, si nga ana jonë, ashtu dhe sot. Nëse Bashkimi Evropian jep pare për bujqësinë, jep edhe subvencionime për të përndjekurit politik. Edhe për të përndjekurit politik, duhet të japsh pare. Populli thot, jep 6 që të mash 5, ose jep 5 mash 6. Pra nuk bëhet asgjë pa rishfet. Unë kam marrë si trung familjar vetëm një kës. E ardhmja është e jona. Atë diskutimin tuj dhe qetësinë tuj që e shprehni me qëndres, me pjesëmarrje, do ta kemi parasysh gjithë. Atje në shesh na keni pas për herë, do të na keni për herë shesh. Poshtë Edi Rama, fitore Sali Berisha. Faleminderit. Edhe një diçka të vogël, pashë më kupto. Jemi 3 fshatra, Kulla, Përlati dhe Rushkulli, që nuk kemi asnjë lloj subvencionimi, por nuk kemi asnjë lloj legalizimi. As toka, as shtëpiat dhe e presim për jush këtë. Pa diskutim. Shumë faleminderit për ndërhyrjen, ju garantoj se Partia Demokratike dhe opozita në pushtet do të më shpërblej totalisht të përndjekurit politik në përputhje me ligjin që ne miratuam dhe përmirësimet që janë bërë. Do t'jetë përparësi absolute dhe I ka të gjitha mundësit. Sot, shteti shqiptar ka çdo mundësi në qoftë se nuk bëhet kjo që a e morët vesh të fundit. Ergys Agasi, njeriu më I afërt I Edi Ramës në hije, më I afërti. Me datën 15 shtator, shkon dhe regjistron ndërmarrjen e tij EA me 10 euro në qendrën e biznesit dhe kjo ndërmarrje me datën 15 dhjetor rezulton me 232 milion euro fitim. Fitim, ku te kopshti privati Edi Ramës. A mund të në 22 milion herë më shumë se ka investimi fillestar. Këta nuk kanë të I kaluar çdo lloj imagjinate në vjedhjet e tyre. Sikur, do më thënë, shteti ka fonde, por këto fonde do u kthehen qytetarëve dhe nuk do vjedhin si po vjedhin sot.
Faleminderit shumë. Faleminderit, po. Përshëndetje, mirë se erdhe doktor. Unë quhem Fadil Pashnjari nga Suksi. Unë nuk jam për lavdata shumë, po u do të bëj një dy vrejtje, të më falin të shok. Patjetër. Kryesia Partisë Demokratike në Durrës më duket se është e ngjuma, si t'ja them unë, nuk e kuptoj bash mirë, sepse nuk i ngjej zanin fare. Diku kanë bizneset edhe janë në rregull me qeverinë edhe lëvizin fare. Para një muaj kemi pas përmbytje këte që shpërmba kjo zona e Durrësit. Përveç Manjola Lukut edhe Iglicarës, deputet tjerë ipshin ka tret se mos lagjen nga kamët. Drejtosi politik i joni i Durrësit, se kemi pa që 10 muaj që kemi ba zgjedhjet, na kemi marruar një falenderim ose një mirënjohje për këto demokratë që kanë net një muaj jashtë, natë ditë, unë si kom pa. Kjo ishte një vrejtje për te poshtë. Për atje lartë, për atje lartë, kam një vrejtje tjetër, doktor. Kryetari i grupit parlamentar diskuton edhe e kemi mësua diskutimin e tij përmesh, nuk sa të del atë në foltore e dim gjithë demokratë se ç'i do thotë. Një shprehje, një fjali e bukur më ka tingëlluar në vesh. Thot, na jemi opozita dhe kemi veç drejtën e fjalës. Por fjalën e nuk na japen, thotë, nuk na lajnë me fol. Doktor, kjo qeveria është në humner, ashtu hedh në humner. Po më duket se kemi lidh militar në atë podos, edhe nuk e lajmë me ra. Të bëni thirrje shoqërore në emrin e demokratëve, kputja të litarin kësaj qeverie të hidhet në humner. Faleminderit. Të falenderoj shumë për ndërhyrjen. Kryesia ose dega e partisë në Durrës dhe në Suk kanë punuar dhe ju keni punuar shumë. Ka patur individ që nuk kanë justifikuar besimin tuaj. Nuk kanë justifikuar besimin tuaj. Ka patur të tjerë që kanë bashkëpunuar me socialistët. Pa diskutim. Dhe kanë shkelmuar idealet dhe besimin tuaj. Natyrisht, analiza do bëhet në ata që nuk punuan. Ata nuk kanë merituar postet që kanë, apo se është shu. Sa ata të poste kishin për të punuar. Qofse, po ju na lojmë këtu vetëm në një komunikim të njerit për i tyre me një antar tonin. A i kishte bërë një status me datën 14 maj. Dhe ky antari ynë i thoshte, po ti s'punove për ne, i thoshte. Ti punove për krahun tjetër. Ky i përgjigjej. Jo, thoshte, unë nuk kam punuar për krahun tjetër, por nuk punova fare. Nuk punova fare. Po në qofë se ti s'punove fare dhe je nën kryetar, atër si mund të qëndrosh ti nën kryetar? Ti du të kesh moralin të kërkosh ndjes demokratëve që s'punova edhe të rish në punë tënde, të mendosh thellë. Se i thoshte që unë jam antar i partisë, në fakt ajo është familje demokratësh. I jati i ti është demokrati flakt, vllau i ti është demokrati flakt, jo themun ju. Edhe ata kanë punu, kurse ky postin e në kryetarit, jo, unë nuk punova. Po pse s'punove ti, mo? Me radhë të tilla. Por, përsëri ju garantojnë ju, që ne Edi Rama mori votën, por
i ka bërë do i bëj vetës gropën. Po, atë nuk i shojmë ne. Jo. Ne kemi thënë, jemi zotuar që do mbrojmë votën. Ne kemi fakturë para botës dhe bota se ai ka marrë votën. Tani, ne nuk i shojmë atë. Tani kemi çdo të drejtë legjitime për betejën tonë. Dhe sa ditë që rrinë pushtet, rrinë për shkak tonë, jam shumë dakord me ty. Sa i smeriton të qëndroj një ditë. Për sa i përket parlamentit, të garantoj që grupi parlamentar është i vendosur për të gjitha format e qëndresës. Mos keni asnjë lloj hezitimi, vetëm se duhet të kombinojmë gjërat. Duhet të kombinohen mirë. Jemi në betejë tani. Betejën do ta fitojmë ne. Ne ai mendon se ne do fitojmë. Por do e fitojmë kur secili nga ne të betohet që unë natë shesh do lak këpucët e mia, do shkoj çdo natë apo një dy ditë apo si ta përcaktojmë gjërsa ta rrëzojmë atë. Ai do rrëzohet. Ai s'mund të qëndrojë më. Nuk mund të qëndrojë. Ai është nëpër masat e diktatorëve, e vjedhjes diktatorëve afrikanë, të Bokasës, Idi Aminit. Na pinte shishe 33.000 euro. Verë ky. Ja, akoma skandal. Ekziston një rrëmbim i tmerrshëm tokash i Ergjys Agasit me dallandush e Bicin. Zyra e Ergjys Agasit o miq ishte si zyra e kryeministrit. Faleshin, shkonin ministra, shkonin gjykatës, shkonin prokuror, shkonin zyrtar të lartë, drejtues agjencisë tek ai aty. Sepse, çfarë ishte Ergjys Agasi? Ishte eminenca, ishte kryeministri hije. Ato që kryeministri si bënte dot me ligj, i bënte me gysin. Ndaj dhe ne nuk lëshojmë më kësaj here. Do ta ketë shumë të qartë. Më mirë ti sa më shpejt të jap dorëheqjen, se populli do ta detyrojë atë të jap dorëheqjen. Ne do fitojmë. Ne jemi në mision. Edhe një herë t'ja përsërisim vetes. Dhe një gjë. Kemi fituar çdo betejë në kushtet më të vështira, kur i kemi thënë, kur kemi kënduar himnet tona, ja të vdesim, ja të rrojmë. Kjo nuk ka nënkuptuar armët, por ka nënkuptuar qëndresën tonë të palkundur dhe përsëri kësaj here do fitojmë e do i shpëtojmë shqiptarët nga një diktaturë shëmtuar.